Rastet e diagnostikimit të hershëm të kancerit të gjirit në Shkodër kanë ardhur në rritje gjatë viteve të fundit, një tregues pozitiv i ndërgjegjësimit tek gratë dhe vajzat për kontrolle periodike. Megjithatë, specialistët theksojnë se sensibilizimi mbetet kryesisht i përqendruar në muajin tetor, i njohur ndryshe si tetori roz. Mjekja onkologe Kleva Qera i shpreh se kujdesi ndaj shëndetit duhet të jetë i vazhdueshëm dhe jo vetëm sezonal. Kontrollet e rregullta dhe paraqitja në kohë pranë mjekut rrisin ndjeshëm shanset për trajtim të suksesshëm. Sigurisht që duke qenë se kam disa vite që punoj në Spitalin Renal të Shkodrës, më kam vënë re një lloj rritje të interesit nga viti në vit, por gjithmonë muaji tetor, muaji ku gratë drejtohen më shumë në numër më të madh për të kryer ato ekzaminime depistuese. Pra gjatë vitit është situata akoma, domethënë, e përmirësuar, por jo si në muajin tetor, kur bëhet promovimi mbi kancerin e gjirit. Spitali ofron disa lloj kimioterapish, duke u krijuar mundësi pacientëve të marrin trajtim pranë vendbanimit, pa qenë nevojshme të drejtohen gjithmonë në qendra spitalore në Tiranë. Disa linja kimioterapie apo target terapia apo hormonoterapi, kryesisht diagnozat më të shpeshta që trajtojmë ne është kanceri i gjirit, i ndjekur nga kanceri kolorektal, kanceri i stomakut dhe pastaj prostata, kanceri i prostatës. Sipas të dhënave gjatë vitit të shkuar në Shkodër u zbuluan 28 raste të reja. Specialistët apelojnë për kryer të rregullta të kontrollit, mamografi sipas grup moshës dhe konsulta mjekësore në çdo rast dyshimi. Diagnostikimi i hershëm shpëton jetë.